Wow. Oh my god, sa bukur është. Super. Pëlqen? Jo. Shkojmë të Roma. Hello! Ua, kush më ka për vizitë YouTube-i. Okej. Këtë herë do e tregojmë Robertin dhomën. Nuk e di. Shikoj pak sa e bukur. Wow. Krevati një herë që Super bukur. I love it. Shumë bukur, shumë romantike. Dhe kemi kopshtin përballë të tjera ku ka hyrë Rogerti. Tu me një bari. Ah, so sweet. Look at that. Ii, sa bukur. Tu kemi TV. Më pëlqen që çdo gjë është brenda temës dhe i përshtatet shumë Toskanës. Këtu kemi balkoni tjetër, po do dalim nga ana ndej. Po, t'ju tregoj fillimisht edhe tualetin. Sa i bukur. Fix vibe që dua dhe na duhet për këtë fundjavë. Shumë hotel i bukur. Çdo gjë shumë ill. Kemi edhe garderobën me qeles. E mbylla hapa si. Ja. Hapti. Garderoba Aldes. Kudo ku shkon garderoba, do garderoba. Kjo është po përpish jo çadrën e pas kanë llogarit, se si duket këtu bie zakonisht shi. T'ju tregoj dhe balkonin. Se në booking nga ky balkoni e kam pëlqyer këtë dhomën. Hajdeni. Surprise. Perfect. Këtu do ha mëngjesi, në fakt mëngjesin e kemi bufet, po do pim kafe këtu. Dhe ndërkohë, shikoni pishinë, mos ta mbylle. Mos. Rogerti! Na la jashtë. Iku kjo mbyll. O, baba! Mos ka dalje ndej. Po pse mbylle, mora? Do të hoqa me jetin stikte, që ho? Që na bëre tani? Shiko, andej, a dilet... Ua, po e kemi mbylle derën, duket. Kemi ngec këtu. Do më thënë. Nise. A mbylli derën ti të madhen? Kështu? A mbështete? Po s'pas ka dalje tjetër. Oh my god. Nuk e di. Shiko pak andej poshtë. Ndërkohë po ju tregoj, ndërkohë që ne jemi mbyllur këtu jashtë dhomës tonë. Ne jemi brenda hotelit, që nga shumë bukur. Se prisja ka që bukur. Tani këtu është pishina. Perfekt. Sikur të ishte verë, kjo do ishte gjëja më e bukur. Por kjo nuk do thotë që nuk do vim në verë. Po problemi është që ti i ke lënë çelësat brenda dhe ke mbyll derën tjetër. Kam hapur dhe valigjen, një sistemova të gjitha veshjet në përvarëse. Këtu kemi këpucë që kam marrë me vete, 4 bajt për 3 ditë. Këtu janë dhe gjitha veshjet, duan hekur, normalisht janë rudhosur.
do kërkojmë hekur pak më vonë. Jemi në nuancat e të verdhës, baby rozës edhe këto bardhe zezë që do bëjmë kombinime. Këtu janë 3 çanta që mora këtë të madhen, është shumë e rahatshme, mora këtë për ta kombinuar me veshjet dhe këtë zezën gjithashtu. Kjo është ana Rogertit, kjo është ana ime. Kështu duken. Mezi pres ju tregoj të gjitha outfitet e bukura që do krijojmë. Tu është kaq bukur sa nuk kam fjalë. Shumë qetësi dhe është fiksa i pushimin që robi ka nevojë një fundjavë për të zhdukur totalisht nga rutina. Tani më duhet të bëhem gati. Të lëvemi pak që të vim në Terezi, ndërkohë Rogerti po flaxhon, edhe unë po shfrytëzoj. Ai po shfrytëzon rastin në fakt. Ndërkohë që unë do bëhem gati, s'ka din që do bënoj. Edhe thash të bëjmë make-upin edhe të flasim pak. Më qenë se si një dëgjuar. Ku isha në parë, mora këtë të Sephora, këtë kuleta, që mban këtë beauty blenderin, këtu, të lartë. Edhe e të ndate. Shpenisa e madhë, u bë tani. Kam marrë një tjetër në fakt. Këtu. Dhe la vjetëm. Okej, lava vëmbët, fytyrën. Edhe tani të fillojnë me make-upin. Si ja kam treguar këtu, duket e kam treguar vetëm në Instagram. Kam bler këtë çantën e make-upeve që është e vogël, masa small, në krahasim me atë çantën që kam të Louis Vuitton. Po kjo ishte shumë cute, më pëlqeu shumë fakti që është në ngjyrën rozë dhe e mora. Tani unë i kam sistemuar, nuk do jenë kaq të rregullta gjithmonë, por që ishte vetë organizuesi këtu brenda dhe të bën ta mbash kaq të organizuar. Kam marrë shumë pak make-up, kam marrë vetëm ato që unë bazën. Zakonisht kur sa më madh e çanta aq më shumë fus make-up e gjëra. Kështu që mendova këtë herë kaq sa është çanta do nxë. Domethënë do marr me vete, nuk do marr më tepër. T'ja nisim. Si bazë, përdor këto këtu, gjithmonë, nga Weleda Skin Food, se them dot këto, sakt. Që unë më pyesni, po që unë e kam marrë te Rossmanni, kam thënë disa herë, që e gjenë te Rossmanni, unë kam 5 vite që e përdor, kështu që do e keni kuptuar se ku e marr. Zakonisht kam përmendur në për videot e mia. Edhe më mban shumë mirë make-upin, fytyrën të hidratuar, jep një glow. Në fakt, kjo është më mirë për fytyra që janë gjallëthata. Për fytyra që janë të ndryshme, nuk e di se si mund të rri kjo, duke qenë se të jep shumë glow, mbas se fytyrat e ndryshme nuk e duan këtë efektin e glow, unë e dua, sepse e kam bukurën mikse, po kryesisht të thatë. Atëherë, si që keni parë dhe nga videot, by the way, shikoni pak thonjtë të mi, kam bërë dje mbas dite, sa bukur, tani këtu tek drita duken shumë bukur, shumë verore. Po thoja, si që keni kuptuar, kemi ardhur në Toskana, ndodhem tek Villa Petriola. Është një, nuk është fiks një vilë në fakt. Nuk doja fiks një vilë këtu në Toskana, doja që t'ishte hotel, që t'kishte qesin gati, restorant, të ketë shumë facilities këtu brenda, edhe më pëlqeu fakti që është si një vilë, po ndërkohë është hotel që i ka të gjitha këto. Edhe më pëlqeu shumë. Unë që vjet ku isha në Siena, nëse e mbani mend, kaluam në Toskana, po nuk është se kishim ardhur për këtu dhe thënë të drejtën u mahnita dhe thash duhet patjetër të vi, por do vi për koleksion pranveror. Edhe me si prita këtë koleksione dhe thashëm patjetër, udhëtimi i parë pranveror do thoja, se unë isha para 2 javësh, 3, se e bie tani, se kam humbur numërimin, këtu në Firenze ndryshe,
edhe me gocat, por që më patjetër doja të vija në Toskana, kështu që e kisha bërë që vjet ndërmend që këtë vit më patjetër të jem në Toskana, në pranverë me këtë koleksion e ri. Edhe rezervuam të kjo vila. Ndjek shumë vajza nga UK edhe madje edhe këtu në YouTube edhe në TikTok. Dhe njëra nga ato të preferuarat e mia kishte ardhur te kjo vila para 2 muajsh, diçka e tillë. Edhe në fakt kishte postuar një dump, pra me shumë foto të ndryshme dhe nuk po e kuptoja se kishte bërë tag të vilën, por kishte postuar foton e parë të një hotel tjetër, të një vila tjetër, që ajo është më e famshme se kjo në fakt, dhe unë atë doja. Por duke qenë se ajo ka atë pishinën shumë të bukur, ajo është shumë më shumë virale, edhe e mendoja atë kur të kem ndoshta edhe lançuar koleksionin bikineve, duke qenë se këtë herë nuk është se e kam lançuar, do të thënë ende koleksionin e ri, edhe mendova ta ezaroj një moment tjetër atë, se ai është spektakolar dhe në fakt atë kisha në listë e parë për të vizituar dhe për të ardhur këtu, por ai është akoma më shtrenjtë se ky normalisht. Por që thash atë dua ta shfrytëzoj kur të jetë verë, pra mund të vi. E keni parasysh për shembull kur jeni lodhur nga plazhi, nga vapa, nga dielli, nga dielli, nga rëra e kështu me radhë, dhe ti do gjelbërim, por të ketë një pishinë. Fiks është ajo. Nuk do ja tregoj se do shkoj vetë parë, se bëj shaka. Edhe ndërkohë ajo kishte postuar këtë dumpin që kishte ardhur këtu, si duket ka restorant me tjetër, mund të kesh shkuar edhe për restorant dhe kishte bërë disa foto. Mos më thuaj se s'ka marrë fushën time. Po. Te Fonatinas. Edhe tani më mendova ç'ne kjo vila këtu, ndërkohë unë kisha seva të vilën tjetër me emër tjetër. Futem e shikoj, kjo ishte vilë tjetër dhe këtu kishte qëndruar ajo. Edhe më pëlqeu shumë. Edhe çfarë ka kjo? Okej, sorry. Okej, super. Edhe u fiksova, thash, okej, do i shikoj, do i studioj dhe të vendos se cila më përshtatet më tepër, dhe në të gjitha ato mendimet e mia dhe veshjet e mia që unë kisha, për momentin, edhe kjo ka pishinë në fakt dhe e ka shumë bukur dhe po të vini në pak më ngrohtë, më pranverë jemi, më në verë. Nuk e di se kjo koha të çmend, më thënë është si dimër tani për momentin. Ndërkohë që jemi në pranverë. Edhe kjo do ishte më bukur sepse ka dhe pishinë dhe mund ta. Në fakt unë kisha kur pash posimet e saj ishte në bikini, por tani që mendoja ajo ka qenë te spaja, se s'ka mundësi. Së shumë ftohtë, nuk e dija që është kaq shumë ftohtë, se zë kisha, po nga ta dija unë, domethënë para 1 muaj e gjysmë, 2 gati që kemi prej biletën, normalisht që nuk kisha nga ta dija që do ishte kaq ftohtë, se fundi marsit unë fillim pritej gjithmonë kam udhëtuar në udhëtime për të ngrohta, domethënë, kështu që edhe marsin e konsiderova si një muaj që është në pranverë, i ngrohtë edhe fiks për vibin që unë doja. Gjithsesi, vibin arrita marr, pavarësisht se është pak ftohtë dhe më qelloi shumë keq se të javë u ftohet në Shqipëri, jo më këtu, edhe thanë dhe këto të hoteli që këto 2-3 ditë është ftohtë, se nuk ishte kaq ftohtë, po nejse. Ne gjithsesi po e marrim atë relaksin e duhur. Realisht duket çdo gjë shumë bukur, stafi shumë ikprites, shumë o zot të përshëndesin edhe kishin një të folur shumë të ngrohtë. Domethënë nuk e prisja, se në Itali nuk e kam pritur ndonjëherë këtë ngrohtësinë, edhe nuk e kam marrë më saktë këtë lloj mikpritje, por mendoj se ky vendi këtu është pak a shumë si te mrizi zanave. Keni parasysh mrizin e zanave në Lezhë që ata e kanë gjithë zonën dhe mbajnë blegdorin edhe i bëjnë të gjitha ushqimet dhe perimet, çdo gjë mishin vet ata dhe është gjithë fshati që punon aty. Pak a shumë më duk e njëjta gjë. Dhe ata janë shumë të sjellshëm, janë të gjithë të njëjti gjithmonë, edhe kanë një sjellje ndryshe dhe thua vërtet janë kaq sweet me klientat. Ne sidomos që jemi këtej nga Durrësi, Tirana, që
zakonisht hasim në për restorante që janë shumë të ftohtë. Stafi të gjithë, më thënë. Edhe këtu ishte kjo gjë që më pëlqeu shumë, edhe jam kështu, i them Rogertit, seriozisht janë kaq sweet, se janë dhe italian këta. Se më thënë drejtën të unë kanë lënë një përshtypje të keqe italianët për ne. Edhe janë shumë të ftohtë, shumë të vrasht. Ndaj, po ndjehemi shumë mirë, shumë mikpritës, vendi super bukur. Qa më hyrin sy mërë zot. Dhe kështu me kaq sa kam parë deri tani, kam bërë zgjedhje në dorë. Thashë do vjen në Toskana, me patjetër se realisht në parë më ka lënë një, nuk e di, jam mrekulluar. Kemi kaluar vetëm me makinë për rrugë, nuk është se kam ndaluar diku, se ishim në vëndes dhe ishim me miq tanë këtej nga Italia dhe nuk është se kishim kohë që ne të vinim specifikisht diku këtu. Dua ta programoj përpara, pra nëse unë mendoj që do vit në Toskana, përgatis veten, outfitet, idenë, qetësinë time shpirtërore për Toskana. Herën e parë ishim në Siena dhe më thënë drejtë dhe në Siena me kënaqur shumë, vendi shumë i bukur, shumë italian, shumë vibe, edhe ka qenë fix si tani pranverë, fix. Se zakonisht në këtë periudhë udhëtoj, edhe më pëlqen shumë, janë goxha të ngjashme edhe super vibe. Përdora këtë fundatinën e Dior, para se të pyesni, tani sheli nuk e di. Në. Vendosim konturin nga Too Faced. Edhe kjo është super mirë. Dhe kështu, tani sot kemi ardhur shumë herë, fluturorimin e kishim herë në mëngjes, në 6 ishte nisja dhe kemi arritur këtu në orën 7:30, deri në 8 sa kaluam dhe tek policia, se aty është vënesa më e madhe këtu në Itali, por sot që nuk është se kishte shumë, ishte vetëm fluturimi janë nga Shqipëria. Edhe erdhëm, marrëm taksi, erdhëm direkt. Rruga ishte shumë e rrahshme, më duk sigur erdhëm shpejt, nuk e kuptova unë mbase, nuk e di. Shumë rahat, mbase kur je shumë rahat e harron faktin që ishte një orë rrugë, do më thënë diku të 20 minuta fix fare me makinë. Erdhëm këtu, bërëm check-inin, edhe pastaj, më qënë si ishim herët se erdhëm diku të ora 9:30, mos ka bëj, 9:10, diçka e tillë. Edhe check-ini bëhet në orën 2-3. Fati jo, në fakt, në orën 11:30 që mbaruam mëngjesin, thoma ishte gati dhe ne erdhëm direkt këtu, kjo ishte gjëja më e mirë e mundshme, se u qetësuam, bëra content, tani po bëjmë gati, ndërkohë nuk do kisha ardhur akoma se është ora 12. Edhe po shfrytëzoj në maksimum. Hëngrëm dhe mëngjesin, duke qenë se sot ne nuk kishim mëngjes, e paguajtëm ekstra se s'kishim bërë asgjë. Ja vleti, super mirë, rahat, gjëra të freskëta. Edhe po mendojmë që mos e lëvizim sot nga këtu, duke qenë se edhe këtu ka restorant, edhe të shijojmë ditën sot këtu brenda hotelit. Edhe nesër pastaj i japim mundësi që të lëvizim gjithë ditën. Nesër kemi rezervuar dikë që njohem për të na lëvizur në makinë, do të thënë e menduam më mirë në këtë formë se sa të merrni në makinë me qira. Më qenë se sot doja ta shfrytëzoja këtu dhe do e merrja vetëm për ikje dhe ardhje dhe vetëm për nesër. Kështu që e menduam në këtë formë. Dhe do lëvizim nesër, ndërsa sot këtu rreth rrotull shumë bukur është, më pëlqen çdo gjë. Tani do përdor këtë blashin që e kam marrë te kjo W-ja këtu në Itali, fix vjet në Siena e kam marrë këtë. Dhe tani që bëhem gati unë, Rogerti do ike dhe të më marrë pak hekurin, si janë rodosur të gjitha veshjet aty te valigja vogël. Fatmirësisht, unë kam gjetur rahat me atë valigjën vogël, se paguaj priority biletën dhe mund ta marr me vete lart në kabinë. Në këtë mënyrë, unë vendos të gjitha gjërat që më duan, edhe i nxem. Do të thënë, këto veroret janë mirë si nxem.
ndërsa kur je në dimër është shumë vështirë që ti mbledh edhe një valigje 20 kg, jo më ajo 10. Gjithsesi, këto 2-3 udhëtimet e fundit ja kam dalë në këtë mënyrë dhe jam ndjerë shumë organizuar, të jemi sinqert. Për Gerti vetëm një çantë shpina, i kam vendosur vetëm këpucet aty, se këpucet edhe përshojnë edhe nxënë vend, edhe kështu jam mbledhur në këtë formë. Unë vdes për blarsh, do të thënë nëse make-upi im nuk ka blarsh, nuk ka jetë make-upi dhe nuk më duket sikur kam bërë make-up. Sado unë të bëj një make-up shumë të lehtë ose shpejt, se jam e vonesë, pra hapat i kam të njëjta, realisht. Unë po mendoja sot të kombinoj një këmish me polkadot, duke qenë se këtu është shumë vajt italian, më një shkon shumë kjo gjëja. Dhe nëse unë bëj këto kombinimin, buzët e mia duhet të jenë të kuqe. Kështu që duhet ta di tani nëse unë do vesh ato apo jo, para se të bëj edhe buzët nude, se pastaj do më pëlqejnë dhe të përtoj t'i lyej të kuqe. Tani unë ju thash që këto udhëtimet që jam me Rogertin, kemi edhe një udhëtim tjetër, shumë shpejt. Mezi po e presa është më e bukur dhe më e veçantë, por nuk do ja tregoj normalisht. Ndjem shumë vetje. Tani më thoni juve, a ju pëlqen dhe juve këto? Mos më thuaj se kam harruar pufin. E keni parasysh për këtë pudrën e thatë, këtu për syve, por e përdor këto. Edhe herën tjetër, nuk e dia u tregova që mora kur isha në Firenze këtë fushën. Këtu për syve duhet patjetër pudër e thatë, se më bën kriz. Tani dhe juve më thoni pak cilat janë video që ju pëlqen më tepër. Videot në shtëpi, videot kur jam në udhëtim, apo cilat ta marrim vesh, se këtë periudhë keni qenë shumë pasiv me komentet dhe po do jeni kaq pasiv, nuk do ju bëj video fare, ta dini. Nuk meritoni video të reja, nëse ju nuk komentoni. Okej. Kështu që duhet të komentoni dhe të më thoni cilat janë video që ju pëlqejnë më tepër këtu në YouTube-in tim. E di që mbase po ju mbaje shumë këtu duke bërë make-upin dhe nuk e di fare se sa minuta kanë kaluar. Tani kalojmë tek blushi, ky është nga Rare Beauty. Por jam e sigurt që nesër pastaj do bëjmë gati shpejt e shpejt, fillon ditë tjetër. Edhe nuk do e kem të qetësinë e duhur për të bërë make-upin dhe thash më mirë. Tani ju tregoj pak më tepër, por dhe në fund fare nëse do më dalë koha dhe mundësia, t'ju tregoj si shkoj e gjithë eksperjenca, se deri tani kam folur për ndjesinë e parë që kemi ardhur këtu. Kemi bërë tur, edhe budallikun tonë që harruam çelësin brenda. Bëllëm derën dhe karta mbeti brenda. Shkuam e morën të recepcionit tjetrën, por e bukur ishte njërën e vendosi aty, edhe tjetrën tha mbajeni, tha këtë, mos ta humni dhe ta keni, të keni ty copë. Po bëj buzët e kuqa. Po sa i mirë ky lapsi nga Essence. Perlë. Dhe gjeni çfarë. Pas kam harruar dhe lapsin e parë që më vendos për syve. E më shumë mërzitur. Tani të vendos telefonin tjetër sepse do bëj një Get Ready With Me në TikTok edhe do përdor telefonin tjetër, ndërkohë ato e kam lënë aty të cepi. Dhe këtej do vendos telefonin. 2 telefona. Okej, ky është kombinimi i parë për këto në Toskana. Shikajni sa cute. Bukur, ha? Kemi
bërë këtë kombinimi me polka dots, me buzët e kuqe, vendosa si aksesor këtë shamin. Normalisht nuk se do ta mbaj gjatë gjithë kohës, por për foto duket shumë bukur, vibe-i, çdo gjë yll. Tani jam gati. Rogerti, je gati? Gati. Ike. Të vendosim dhe këto syzet edhe ikëm. Është kaq bukur, sa nuk e keni ide. Portokale. Jo. Si në Gjapani është. Këta. Të dhe palestra jona arshme. Edhe Roma. Sa bukur. Thank you. Yes. Yes. Shikojnë që bëra, derdha kafen. Duke i thënë Rogerit, këtu ka lezet kafe, vetëm kur e derdha. S'ka mundësi, domethënë. Shikojnë pak se e mirë është, ja. Unë që pi kafen, nuk di domethënë. So sorry. No way. Ju thash se këtu ishin shumë, por shumë sjellshëm. Nga mënyra se si të flasin, se si të përshëndesin, se si të marrin porosin, nuk e di. A Rogert? jemi shumë happy se po qetësohemi, është një qetësi këtu. Prit, të mos flas. Dëgjoni? Ka vetëm cicerima, maksimumi është motori ndoshta i pëshinës që bëg zh, po do me thënë nuk ka njerëz, është pamje mrekullueshme. Nuk e di. Do doja të vje çdo fundjavë. Ti marrim vila dhe hotelet Toskanës me radhë. Nuk e di, shumë bukur. Kështu do doja ta pija kafen çdo ditë. Tani çdo ditë s'po them se i bie të kërkoj shumë nga jeta, po të paktën fundjavave. Po, patjetër. Ishte edhe pak ftohtë këtu, më solli Rogerti këtë. Nuk ka lidhje me stilin e sotëm, por po pim këtë kafe mbas ditës, para se të ham diçka për darkë tani se jemi në gotë mëngjes, sa nuk di, jam shumë full. Mbas është hera parë që prish regjimin mbas shumë kohësh edhe ndjem shumë e fryrë. Jam ndërruar, make-upin e mbajta se ishte super fare, nuk është se kishte lëvizur. Plus që këto buzët e kuqe i shkojnë edhe veshjes time të darkës së parë këtu në Toskana. As vetë po e kuptoj këtë energji dhe Rogerti thot, sa energji kemi gru, ka flet 2 herë Rogerti deri tani dhe unë jam marrë me gjitha këto. Edito, posto, bëj video, bëj foto edhe jam akoma shumë energjike, do më thënë. Atëherë, kam veshur këtë kostumin nga koleksioni i ri. Është xhaket, pelerina sipër dhe pantallona që unë kisha në drek me këmishën me pika, do më thënë. Edhe kam veshur takat këtu. Na shkojnë. Edhe pos na shkuan, na shkojnë, se ka të dytë. Kjo është çanta ime. Kjo është çanta ime më e bukur që kam. Do të thënë kjo dhe Chanel jeta, cilat pëlqen më tepër. Do të thënë,
Kjo kërqese për darka, për pasdite, për dalë është shumë e bukur, edhe kur s'u të marrë shumë gjëra me vete, perë. Ndërsa çantazit Chanel i plotësoj gjitha, se mund ta marrë edhe për pasdite, edhe për dalë, por edhe për punë. Edhe mi nxjerr gjitha gjërat. Okej, është dhe Hermes, Hermes thjesht është e pazëvendësueshme, është aty gjatë gjithë kohës dhe nuk është një trend më sakt. Nisa, unë mendoj me blej gjëra që janë timeless, domethënë për vite me radhë ti i ke aty dhe ke bërë investim më të mirë të mundshëm. Thank you. Shiko, ky udhim na ka bërë mirë të dyve, jemi shumë hajt të dy. Kishim shumë nevojë, domethënë, nëse një pjesë e njerëzve jetojnë vetëm dhe kur duan të udhtojnë po me njerëz, ne jemi nga ata çifte që jetojmë me njerëz, kemi punë me shumë njerëz, kontakte me njerëz shumë, edhe udhimet i bëjmë vetëm dhe na shijojnë. Apo jo? Vërtet, domethënë, na merr malli për fëmijë, por ndonjëherë njeriu ka nevojë të largohet larg zhurmës, monotonisë, vendit, shqipfolsve e kështu me radhë. Më thënë të ndjesh në një vend tjetër, të ndjesh vetja. Pse do thoni jo? Po, jo se nuk ndjehemi vetja në Shqipëri. Ka diçka, domethënë, edhe kur shkon për hotele, lokale, ose më ndodh mua nga që më njohin dhe rrin çuditshëm, ose është vibe atje, nuk e di. Ka vende se dua t'i fus të gjithë në një fest, por që Italia ose Spanja ose vende që unë kam lëvizur këto vite, me japin tjetër vibe edhe sado që edhe në Shqipëri lëviz edhe mund t'jemi vetëm ose vende bukura ka plot, nuk është vetëm vendi, është atmosfera, është vibe, janë njerëzit. Nuk e di, ka shumë gjëra që ndikojnë që ti të marrësh atë energjinë që ndoshta prej kohësh nuk e ke më. Përpara se të na hapet darka, restoranti, kemi ardhur këtu të Sunset, të kjo zona që do porositem një aperitivo and yay! Bukur, tani kanë dalë dhe njerëzit se kur ishim në drekë nuk ishte njëri jashtë. Si duket, ose kanë qenë duke pushuar ose larg nga hoteli. Po shumë nice, shumë bukur. Për fare pak na iku, domethënë vute kjo këtu. Qa të bëjmë? Doja aperitivon, një foto me sunsetin, nuk ja dolem dot sepse erdhëm në vonesë. Donim të bënim foto video ande nga ana tjetër. Po këtu ishte më bukur. Sounds nice. I just ask you for a secret. And then coming back with an ashtray. Frutas. Ta provoj unë një herë të të dhe më të veti për shumë. E mirë, po shie pak e çuditshme. Si e ndihë, se bie, shumë. E bëj vetë. Më mirë e jodja. E pëlqen më shumë. Jemi kthyer në dhomë. Kam shumë ftohtë. Kam ardhur sot e sigurt. Telefonin që bëj videot e ka Rogeti se e ka qenë te firma VIP. Kam shumë ftohtë. Të heq shpejt make-upin edhe do e fus një gjumë se vtija. Okej, sot
nuk është hem lodhë kush e djenë, ta mendoni që jam zgjuar në orën 3, nuk është se ndihem aq e lodhur, madje ka pas ditë që kam fjetur në shtëpi, se kam pas kaq aktive dhe prapë ndihem e lodhur. Por jam kënaq sot, nuk e di, kam shiun maksimum. Nuk e di, kishte kohë që s'lodhte kjo gjëja, nga shijoja ka shumë një udhtim. Okej, e kam hequr make-upin, nuk kam vendosur ring lightin. Këtu më mirë duket, po s'kam ç'a bëj. Kë kam lënë atë? Kë kam lënë hidratuse? E kam lënë te ku është çanta jote? E shpinës. E kam lënë aty. Mirëmëngjesi me këtë pamje. Sot ka dalë dielli. Moti është në favorin tonë. Oh my god, sa bukur duket. Super. Unë jam në pijama. Kam larë vetëm fytyrën, tani do shkojmë harmëngjesin. Është ora 8:30. Pse jam bërë kështu? Vesha këtë se si të gjë tjetër është pak ftohtë këtu. Unë po shkoj në pijama dhe pse është pak më larg. Këtu kishte shqiptarë, dhe ishin edhe dje kur erdha, një familje dhe një qift. Pastaj mbas dite ishte edhe një qift tjetër, me sa kuptua. Të flasë shqip edhe nuk kishim të vetmi shqiptarë këtu, këtë herë. Sì, ma poi questi due tavoli devono erano tutti attaccati, dai. Kafe në mëngjesit, po e pim këtu me pamje nga peshina të Domajon. Nuk e di, fantastike. Aj ka jetës është kjo. Kjo drita, kjo pamja, kjo qetësia. Nuk e di, të karikosh çdo sekond energji të mirë. E kemi ndarë punën me Rogertin, unë po bëm gati për një herë. Rogerti po bën hekurin. Po me kuros fustanin. Edhe të përfitojmë nga kohat e dy që të dalim. Sot do jemi jashtë hotelit, do lëvizjem edhe do eksplorojmë pak më tepër Toskanën. Kam disa pika referimi, s'kam pastruar kamën, duket shumë keq. Ku do shkojmë sot, por ta shikojmë se si të na jetë dita sot. Do e marrim me vete. Ja shumë e lumtur, kjo është një super mega udhtim për ne. Edhe shkoj edhe veten që po relaksohem, po qetësohem. U zgjuam, hëngrëm mëngjesin, kafen e morën këtu te pjesa e oborrit ton, ai vogli jashtë. Edhe po shijonim, kemi qëndruar diku një orë aty, pa telefon, nuk e di. Disi jam më e bukur. Pavarësisht se duket që sikur bëj video, foto gjatë gjithë kohës, por ndërkohë dita është e gjatë, kemi shumë momente që unë mundohem mos ta përdor telefonin, që të jem totalisht aty. Nuk e di, jam vërtet shumë e lumtur. E përfundova dhe make-upin, e bëra skip të qenë se jam tregova dje pak a shumë hapat. Edhe nuk doja që të përsëritesha në njëjtën video. Okej. Make-up basic, kam harruar lapsin si që thash, jetë bardhën dhe nuk më duket sikur make-upi është i njëjtë kur kam ose s'kam laps. Vendos edhe lip glossin këtu. Perlën time. Dhe do bëm gati. Nuk kam shumë kohë. Santina di Marchesi. Atje. Shkoj që sa më gjë.
Qose ju pëlqen mëlçia, kjo shumë e mirë, tash apo s'ket. Rogerti ka fiksim. Dhe shkon shumë e kusht. Zuar. Zuar. Specialist, no? Do t'i provoj pak të gjitha. Ky është gjallë. Ky është gjallë për specuar. Se di unë të përdor të njëjtën apo marr tjetër, mos i bëj mix. Ne kemi ardhur në hotel, jemi ndruar, hoqa make-upin, vendosa dhe këtë maskë me kolagen që do ta mbaj gjithë natën, se lëkura jemi sot gjithë ditën me make-up. Jemi super lodhur sot. U lodhe ti? Jemi kënaqur se kemi lëviz gjithandej. Kemi parë çdo vend. Disa vende këtu në Toskana kemi vizituar, shumë bukur. Pas e shkuar në 10-20. Po, ka ecë. Edhe dje për shembull u qetësuam shumë se nuk është lëvizim mirë dhe këtu, duke qenë se ky hoteli i ofron gjitha dhe kjo më pëlqeu shumë se nëse ti merr rrugën për të shkuar diku për të parë winery ose pamje ose pishinë ose sunset, ky hoteli i kishte të gjitha. Thjesht dje ishte shumë ftohtë këtu kur erdhëm, kishin 1-2 ditë që vërtet ishte më ftohtë se zakonisht. Sot ka qenë super, për shembull nëse do rinim sot te hoteli do kishte qenë edhe më bukur se dje flas. Por që sot lëvizëm edhe o kënaqem, pam shumë vende të bukura, por nga fundi ngelëm rrugëve pastaj sepse në 2 vende që ne kishim parë për të shkuar, për të vizituar, ishin të mbyllura. Njëra ishte me orar, tjetra nuk ishte hapur fare. Edhe pastaj na u desh se ishin pak si shumë larg ato, na u desh të ktheheshim. Pastaj kishim rezervuar në orën 7 darkën të një vend që ishte shumë viral, domethënë shumë i mirë për ushqim. Ishte tani unë e kam humbur fare se ku ishte. Ishte një zonë që goxha si fshat për shumë qetësi, jo shumë turistik. Edhe ishin shqiptarë aty, po shkuam me sugjerimin e personin që kishim me vete sot. Edhe hëngrëm aty, çdo gjë ishte super e mirë. Thjesht unë kam ngrënë aq shumë, me si po flas. Sa më shfry barku në një mënyrë shumë të keqe. E di që bëra shumë gabim, se të kisha ngrënë aq shumë. Por realisht tash sot dua t'i provoj gjithë ato dhe mos t'haj me siklet dhe me dhe barku pa fund, nuk e di. Gjithsesi, nuk të do e largohesh nga këtu pa pi një aperol tjetër nesër, maro? Super fare. Ama në orën 11 kemi check-outin. Po jo, jam dakord, po duhet të zgjohemi pak më herët se sot, që të mbledh gjërat, s'kam mbledh asgjë. Po vendose në orën 7,
Ndonjë video që mund të bëj, make-upi. Ecën ora, mëngjesi. Se dhe bëjmë kështu, ti shko të mëngjesi, unë merr me videot, make-upin. Mirë mëngjesi. Shuar, hoqja dhe maskët. Shikoni pak si shkëlqen lëkura ime. Më thënë se ju keni një rast ditën e nesërme, pasi të keni thënë maskën, fytyra jote juaj do jetë gjam. Shkojnë shkëlqimet. Unë personalisht nuk vendos tani më asnjë bazë tjetër make-up hidratuese se është gjë me shkëlqim. Super. Që do bëjmë jetë, atë kemi mëngjes si para. Rockert. Pse bën sikur të flet? Rocky. Roberto. Robert Bomba. Për herë të parë, Rogerti shikon që thërritet një Rogert tjetër nga Ledioni kur është fut Rogerti ka qenë shumë e çuditshme atë natë se ne ai thirrte Rogert ne ishim kështu. E thash supozoj që kemi brenda dhe po të thërrasin ty. Ishte era parë se kemi dëgjuar emra Gert, por Rogert nuk isha dëgjuar ndonjëherë, aq më tepër në publik ose duke thëritur dikush tjetër. Se në shtëpi Rogertin e thras vetëm unë Rogert. Familja e tij e thrasin ose Gerti, ose Roku, ose kështu shkurtimisht. Kurse unë duke qenë se kam një orë në shkollë, dhe të gjithë ja dinin emrin për zgjati dhe në shkollë kështu e thrisnin Rogert të gjithë. Unë kështu e mësova që në fillim dhe unë kur nuk i kam thënë Gerti, dhe në duke shumë çuditshme. Gjithmonë kam thënë Rogerti ose Rocky, dhe më thënë me emra për gdhelije, por që emrin e tij e kam thënë gjithmonë të plot, e kam shumë e rakt, njerëzit që i përgjysmojnë emrat. Edhe një ndër arsyet pse unë ju kam vendosur fëmijëve të mi emra të shkurtër është dhe kjo që të gjithë t'i thërrasin siç ka emrin, se në fund ditës prandaj ja ke vendosur, përveç se disi te Beki Rose, që i vim shkurt i themi Beki, por që Roy ndaj e kemi vënë me 3 shkronja dhe Bekit, se në Shqipëri, duke filluar nga familjar, i përgjysmojnë dhe mua nuk pëlqen se harrohet emri i plot. Për shembull, edhe Kunata dhe Kunatim e kanë emrin shumë bukur për zgjati dhe unë shumë vonë e kam mësuar dhe se kisha idenë se si e kishin emrin e plot, duke qenë se në shtëpi i thërrisin vetëm emrat të shkurtër. Shikajeni. Super. Mirë mëngjesi. Se unë s'kam thënë mirë mëngjes. Po kur na ka thënë se ne kemi thënë që ne po gjitha ditë. Ashtu, a? Kjo është mëngjesi i fundit këtu te Mërkuria Toscana. Pak më sot, po këtu. Pamja është fantastike. Marë e kam bërë me kos, fara qia, fara lëdjeli, mjall dhe kipe. Ashtë sot nuk do nga kosë, dhjetë e prova shumë dhe të më të barku. Shumë i veç zime. Por se ta vës tjetër. Për herë të parë besoj. Kemi arë për mëngjes dhe të qëra.
Se edhe ne ishim të parë, më thënë, koma s'kishim. Se një ka një familje. Nuk do zakonisht, po sot. Kam të mbarëm mëngjesin edhe të shfryzojmë pak më shumë ditën. Tani është momenti që ne të largohemi. Jemi bërë gati shumë shpejt se u bëm pak vonë. Nuk ju tregova outfitin, por kjo është veshja ime për sot, është koleksion i ri, normalisht. Edhe tani po na presin jashtë të dalim. I kemi mbledhur gjitha gjërat. Edhe thjesht për dalë për t'i kur na ka ngelur, edhe të dorëzojmë kartën e dhomës, të bëjmë check-outin, të bëjmë pagesën e gjërave që ne kemi konsumuar këtë ditë. Edhe gati për të ikur. Nuk jam gati, por jam gati. Është aq vend i bukur këtu sa nuk e keni iden, jemi kënaqur shumë. Edhe do ta mbajmë më gjatë. Këtë udhëtim kaq të bukur. Vendi ishte spektakël, dhoma. E kemi shijuar në çdo dimension tonë. Tani të ikem. Morëm gjithë shijen e bukur të këtij vendi. Pak tjeri, pak fare. Se t'ishte... Shumë e mirë është. Edhe kjo ime që nga shumë e Eshja. Shumë e lezeshme. Mirë mëngjesi nga dita tjetër, nga Durrësi, nga Shqipëria. Jemi zgjuar, kemi ardhur mbrëm, vonë, edhe jemi zgjuar, e kemi marrë avash, kemi pirë kafe këtu në shtëpi, kemi ndenjur me kalamajt, edhe tani po bëhemi gati, po i marrë fëmijët me vete, këto ditë do mundohem ta kaloj me to, dhe i marrë me vete në punë kafe gjithandej. Si jam mërzitër. Edhe thash, kam vendosur kremin e diellit, vendosa edhe këto që të ketë një shkëlqim lëkura ime, sepse nuk do vë fare make-up. Sot do ta lë lëkurën të lirë, të pastër, se këto ditë kam mbytur gjithë ditën. Këtu vendosim pak këtë mistin e rolled, edhe jemi gati. Flokët i kam krekur. Do vishëm pastaj në drek, kur të sillim bekën për gjumë, unë do përfitoj nga rasti të shkoj se kam trajtime, do bëj palestër, se kam tepruar në maksimum këto herë, saqë edhe barku im kishte një lloj ankese. U frëva shumë fare, shumë, sepse teprova në ambëlsira, në ushqim, në të gjitha anët. Në alkool kemi pirë verë pafund, kemi pirë si më dole Aperol Spirits, nuk e di, e kemi të pruar, por jemi dhe kënaqur shumë. Dua ta mbyll vlogun këtu, duke ju lënë për shijuar më tepër të gjithë eksperiencën vlogun që ne kemi bërë në Toskana. Uroj t'ju ketë pëlqyer, më thoni në koment se si është dukur, çfarë videosh dëshironi më vonë, e kështu me radhë. Faleminderit për çdo fjalë të mirë që ju dërgoni, për gjithçka. Kështu që jam shumë e lumtur që kemi këtë familjen këtu në YouTube, edhe po bëj maksimumin që realisht në të pamundur unë të arrij të krijoj video dhe vlog për ju. Po ta shikojnë nga shumë është e pamundur që unë të flas mbi to që ju të më dëgjoni mua. Gjithsesi, po ju lë këtu të shijoni vlogun e Toskanës.
Deri video tjetër ju dërgoj shumë puqja.